Qytetarët shqiptarë që prej 1 shtatori do të kompensohen në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike. Rregulloria pritet të miratohet së shpejti nga enti rregullatori i energjisë dhe synon të përmirësojë cilësinë e shërbimeve për klientët. Në rast të mosbatimit të kontratës, operatori shpërndarjes së energjisë elektrike është i detyruar që të paguajë kompensim, por jo në rastet kur ka njoftuar më parë ose kur ka defekt teknik për shkaqe natyrore. Në rastet të ndërprerjes së energjisë elektrike për më shumë se 15 minuta, qytetarët do të mund të marrin kompensim. Por rregullatore tashmë po diskutohet me grupet e interesit, pritet që të miratohet nga enti rregullatori i energjisë elektrike. Në qendër të rregullatores është përmirësimi i shërbimit ndaj klientit dhe të përcaktohet se duke filluar nga 1 shtatori 2016, në rast të mosrespektimit të niveleve të cilësisë së shërbimit, operatori i sistemit të shpërndarjes është i detyruar të japë një kompensim klientit fundor me kërkesën e këtij të fundit në vlerën 200 lekë. Ndërkohë, nëse ndërprerja e energjisë elektrike është e pajustifikuar për më shumë se 10 orë në vit, atëherë klienti ka të drejtë që të kërkojë dëmshpërblim. Kjo vlen për Tiranën, ndërsa në qytetet e tjera apo fshatra, ndërprerja duhet të jetë më shumë dhe varion nga 12 deri në 35 orë. Qytetarët nuk mund të përfitojnë kompensim nëse energjia elektrike është ndërprer për shkaqe të fenomeneve natyrore, për shkak të dëmeve të shkaktuara në rrjet, ose në rast të njoftimit të kompanisë në rast të ndërprerjes. Klientët mund të përfitojnë kompensim brenda 30 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së kërkesës.